Kolegji Univerzum sot ka nisur javën e panairit ndërkombëtar. Për 5 ditë radhazi, panairi do të sjellë programe studimore jashtë vendit duke i mundësuar studentëve të saj një të ardhme të sigurt. Panairi për studime jashtë vendit mblodhi shumë universitete nga Evropa, të cilët erdhën për të prezantuar mbi programin e tyre dhe çdo detaj për të zhvilluar studimet atje. Gentiana Berisha, drejtuese e zyrës ndërkombëtare, na tregoi më shumë rreth kësaj ngjarjeje të rëndësishme, e cila tashmë është kthyer në traditë, e cila vjen vit pas viti me plot risi dhe mundësi edhe më të mira dhe më të qasshme për studentët e interesuar. Univerzumi si institucioni numër 1 në Ballkanin Perëndimor për ndërkombëtarizim në vazhdimsi organizon aktivitete të ndryshme ndërkombëtare për student, për stafin, për institucionet e arsimit lartë në Kosovë, dhe kësaj radhe ne kemi organizuar javën ndërkombëtare të stafit, ku janë të pranishëm 36 universitetet tona partnere, ku ne kemi bashkëpunim me tafa gjatë në shkëmbim të studentëve dhe stafin, dhe tani kemi sjellur në Kosovë këto universitete, që gjatë kësaj javës për 5 ditë ne do të organizojmë punëtori të ndryshme, do të organizojmë konferencën, panairin, në mënyrë që studentët tonë të kenë sa më shumë informata të sakta, reale, më thonë, nga përfaqësuesit e universiteteve. Sipas Gentianës, bashkëpunimi mes universiteteve ka qenë përherë i suksesshëm dhe i mirëseardhur. Sipas saj, interesimi mbetet i madh qoftë nga vetë përfaqësuesit e kolegjeve si dhe nga vetë studentët e kolegjit Univerzum. Kjo ngjarje duket shumë e madhe, por për ne është shumë e zakonshme, për shkak që në vazhdimsi ne kemi ngjarje të tilla ndërkombëtare. Ne kemi 221 universitete partnere në 26 shtete të Bashkimit Evropian, që na rankon si institucioni numër 1 në Ballkanin Perëndimor për ndërkombëtarizim. Ne deri më tani kemi shkëmbyer me këto universitete mbi 2600 studentë dhe staf, dhe të njëjtën kohë kemi edhe pranuar studentë dhe staf nga këto universitetet partnere. Bashkëpunimi është afatgjatë më shumë se 10 vite, ne bashkëpunojmë me këto universitete dhe kjo është hera e 9 që ne organizojmë një javë të tillë ndërkombëtare, ku ftojmë të gjithë përfaqësuesit e universiteteve, profesorët, rektorët, prorektorë, si dhe përfaqësuesit e zyrave ndërkombëtare, që ne do të diskutojmë praktikat më të mira për ndërkombëtarizim në arsimin e lartë. E holli kolegjit Univerzum kishte marrë një pamje ndryshe. Ishin ata reprezentuesit e huaj që kishin ardhur për të prezantuar rreth kolegjeve të tyre. Kurështar ishin edhe vetë studentët që merrnin informacione e detaje mbi programet e ndryshme studimore. This event is the best one for us to exchange. Ky po që mbetet një nga ngjarjet më të mira dhe mundësi e mirë për ne që të shkëmbejmë idetë tona dhe përvojat që programi ynë ofron. Për ne është nder dhe kënaqësi të jemi këtu, sepse ne kemi një bashkëpunim të shëndoshtë dhe të fuqishëm me kolegjin Univerzum. Në të kaluarën, shumë student nga ky kolegj kanë qenë në universitetet tona, edhe pjesëtar nga stafi, dhe tash gjërsa ne po flasim, ne vetë se kemi një student që po kryen studimet momentalisht atje në fakultetin LOM. Gentiana tha se interesimi i studentëve për të studiuar anë e kënd Evropës mbetet i madh, e destinimi më i kërkuar nga studentët mbetet Gjermania, e kohëve të fundit edhe Spanja. Nisë ne harrova të cekit që ngjarja kryesore në kësaj jave ndërkombëtare është panairi i studimeve jashtë vendit, ku gjitha universitetet do të promovojnë programet e tyre të studimeve. Studentët tonë, po edhe studentët, sidomos maturantët e shkollave të mesme të Kosovës, kanë mundësi të vinë, të informohen direkt nga këto universitete për krejt programet të studimit, mundësinë e bursave, si dhe për përvojën studentore në këto universitete. Ne bashkëpunojmë me 221 universitete, 26 shtete të Bashkimit Evropian, por si shtet top destinacion me thonë studentave, me thonë si preferum, është Gjermania, viteve të fundit është rritë Spanja, dhe me thonë edhe Polonia. Këto janë 3 top destinacionet e zgjedhura të studentëve tonë. E të pranishëm ishin edhe përfaqësues kolegjesh nga Polonia. Joana është njëra ndër përfaqësueset e Universitetit të Shkencave Teknologjike. Ajo tregoi se universiteti i saj ofron programe cilësore, si dhe një ambient ndërkombëtar për studentët. Kolegji ynë është një ndër universitetet më të mira të botës teknologjike dhe shkencore. Ne kemi disa studentë nga Kosova dhe kjo po që është një mundësi e mirë që ata të vinë dhe të studiojnë. Ata do të mësojnë elementet dhe produktet më të fundit nga teknologjia. Dhe kjo po që do t'i sjellë të mira vendit tuaj, duke e fuqizuar atë edhe më shumë në fushën e teknologjisë.
Programet e tyre dhe bashkëpunimi me universitetet evropiane do t'ju sjellë studentëve të Kolegjit Universum jo vetëm mundësi të mira në zhvillimin e tyre akademik, por dhe ata do të kenë mundësinë të ndeshen me një shumëllojshmëri kulturash përmes vizitave të ndryshme e në ditët në vazhdim. Studentët do të kenë mundësi të njihen edhe më shumë me gjithçka çfarë këto programe universitare ofrojnë për të ardhmen e tyre. Java e panairit të ndërkombëtare, cila nisi sot në Kolegjin Universum, do të vazhdojë të sjellë edhe aktivitete të tjera, konferenca e takime për nga afër me përfaqësues të ndryshëm të kolegjeve evropiane gjatë gjithë javës.